Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të rrëfehet Adelina, 34 vjeçe nga Peshkopia, për jetën e saj. Do të flasi për marrëdhëniet me ishburrin, me babain e djalit të saj, por dhe me nënën dhe me motrën e tij. Kush është historia? Ndiqeni materialin e përgatitur nga gazetarja Lindita Bushgjokaj dhe rikthehemi drejt për së drejti në këtë studio me prova, me fakte, me dëshmi, por njëkohësisht edhe me ballafaqimin e palëve që të akuzohen drejt për së drejti nga kjo 34 vjeçare. Ndjekim materialin. Por martesa do të kthehet në një fer për Adelinën, e cila do të jetojë tortura të panumërta nga vjera dhe kunata. Në familjen e burrit, nusja e re do të përballet me një realitet të trisht. Ditët e para të martesës, Adelina mëson se burri ishte në proces divorci me ish-gruan, me të cilën kishte edhe 3 fëmijë. Ata thurin letra dashurie mashtrimi për nusen e parë, për të dëshmuar tradhtinë e saj, si një provë për gjyqin e divorcit. Adelina dëshironte të kishte një fëmijë, por lajmi i shtatzanisë së saj do të shkaktojë konflikte në familje. Kunata dhe vjera e fusin në dhomë dhe e kërcënojnë që të heqë foshnjën. Torturat nuk do të kenë fund në jetën e 34 vjeçares. Për më shumë, ndiqni historinë. Historia e martesës së Adelinës, 34 vjeçares, ka qenë një fer i vërtet. Në fakt, në kronikën e përgatitur nga kolegja Lindita Bushgjokaj dhe e parë në këtë studio vetëm nga specialistët, por edhe nga ajo protagonistja, e cila është veta e parë, zëri i parë i kësaj historie, me sa duket e ka prekur Adelinën, ajo ka vendosur të mos e shfaqi portretin e saj tek publiku. Ne i kemi ruajtur anonimatin fizik, por atë për cilën ne do flasim ditën e sotme do ta rrëfej vetë Adelina. Adelin, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Në fakt, ne do t'japim të gjitha provat dhe fakte, do të flasim me emra konkret ditën e sotme në këtë studio. Unë shpresoj që pala tjetër, sepse janë një grup personash, flasim për ish-bashortin, flasim për nënën e tij, për motrën, ndoshta edhe për vajzën e tij të madhe nga martesa përpara teje, t'i bëjmë protagonist të kësaj studio të përballemi. Por do sillim edhe dëshmi, video, audio, në mos gaboj, që ju na i keni servir në momentin kur jeni dhunuar dhe jeni kërcënuar nga vjera dhe nga kunata juaj. Adelin, çfarë të preku në kronikën e koleges Bushgjokaj? Mund të më thuash pak? Sepse ajo është jeta jote për mbledhur në pak minuta. Po. Për mua është diçka shumë e madhe, edhe gjithçka më prek aty, aq më shumë ai fëmijë i vogël. Shkaku është fëmia e vogël që ka ardhur në këtë studio dhe ne do flasim hap pas hapi se çfarë ka ndodhur, jo vetëm me jetën tënde, por edhe me jetën e djalit tënd. Pse vendose në momentin e fundit vetëm fizikisht të mos shfaqesh tek publiku? Sepse nuk dua që nëse pas nëse djalit im do rritet, të paktën le ta di historinë e vet, po të paktën le të më dëgjoj vetëm zërin. Të dëgjoj vetëm zërin. Po, fytyrën do ma shikoj gjithmonë gjatë jetës së tij dhe nuk ka përse të ma shoh në studio. Adelina, do flasim pas pak bashk për historinë se si nisi gjithçka në jetën tënde. Më lër të prezantoj edhe panelistët më të mirë, pothuajse në vend. Është fat që i kemi ditën e sotme në këtë studio, është fat që ti do dëgjosh komentet e tyre. Me mua në studio avokati zoti Ndue Pjetra. Përshëndetje, mirë se erdhe. Shoqata e antikorrupsionit dhe detektive privat. Jo më kohët e përmenda, unë e përmend shpesh, por të detektivët privat do ndalojmë sot, jo vetëm për funksionin e tyre në terren, nga shoqata që ju përfaqësoni, por edhe qytetarët janë bërë një lloj detektivi privat, sepse ne do shfaqim pas pak video të audio që zonja ka incizuar vjerën kunatën që e kanë kërcënuar. Pse detyrohen qytetarët shqiptar në një farë mënyre të reagojnë në të tillë mënyrë? Unë do ta marr pas pak komentin tënd. Në krahun tënd kemi psikologen klinike Almeida Xhaferi. Përshëndetje, mirë se erdhe, dashur. Mirë se u gjeta, kënaqësi të jem këtu. Edhe ju merreni kryesisht me të mitur në profesionin tuaj dhe do flasim për djalin e zonjës dhe jo vetëm. Do të flasim edhe për rolin e gruas në familje, nga mënyra se si është ngritur institucioni i familjes së Adelinës dhe deri tek momenti i divorcit të saj. Faleminderit. Përballë jush do të jetë opinionisti Klodian Reçi, avokat,
Edhe ju nga zyra antikorrupsioni dhe detektive privat, me sa duket do kem një luftë titanësh ditën e sotme, je përballë shefit tënd. Si ndihesh Klodi? Mirë. Unë do të shikoj se si do jeni, a do jeni në një vijë së bashku, sepse e di që brenda zyrës tuaj ju keni përplasje idesh, prandaj ka bërë që zyra juaj të eci përpara me sa duket. Mirë, ju falenderoj të treve për dëgjuar Adelinën. Adelin, përpara disa vitesh, ndoshta kishte kaluar ajo pak mosha sipas perceptimit të prindërve tanë dhe ishte amaneti nënës që përpara se të largohej nga kjo jetë ti të krijoje familjen tënde. Si e njohur ti dhe ish bashorti yt? Unë jetoja në Greqi bashkë me vëllezërit, nusën. Prej sa vitesh? Jetonim kështu 3 mujarsh. Shkonim, vinim, vinja, vizitoja mamin, shkoja përsëri. Edhe më merr mamin telefon edhe më thot që më kam folur për dika, edhe kam qef që të shikoj të martuar. Se përpara kësaj martese, unë kam qenë ishte fejuar me një person që kam pas lidhje 8 vjet me ta. Pavarësisht faktit sa i ra në burg, më kërkoj që unë të filloj jetën time, sepse nuk dihet se kur do dilte. Edhe unë vendosa 3-4 vjet që të ri pa martuar, edhe pastaj mami tha që unë të rifilloj jetën, se nuk jasa para se fundit. Gjithçka që ndodhi me ishte fejuar, tani do fillosh jetën tënde, sepse jeni një moshë që duhet krijosh familje. Po, Adelina, duhet ndalojmë dhe ta bëjmë edhe në formë bashkëbisedimi. Zëri se jemi në një terapi live, në drejt për së drejti edhe me teleshikuesin, për t'i bërë një analizë, sepse nga historia jote mësojnë shumë, edhe audienca mësojnë shumë të gjitha gratë dhe vajza. Duhet ndaloj tek lidhja e parë, jo më kot. Se ti për shkak të izolimit të këtij personi, hoqe dorë prej ti dhe kishe shumë të vështirë të ringrihesh edhe një herë. Personin e parë, të fejuarin e parë me cilin ke qëndruar 8 vite, ka qenë një lidhje me dashuri? Ishte me dashuri, po unë së takova kur, sepse ishte në Itali dhe ishte një moment që nuk hynin dhe nuk dilni me pasaporta qytetarët. Edhe u detyrova... Si e njohur me këtë person ti, duke qenë se ai kishte probleme të tilla? Nëpërmjet familjes së tij. Nuk e takuar kur, çfarë do të thotë? Që se kam pasi herë, thjesht kur erdhi me lirim që kishte marrë nga gjykata nga burgu. Pra e ke takuar? Po. Vetëm një herë? Që erdhi për të nda, si e themi në ditën e dasmës. Pastaj mori vesh që do dënohet edhe 4 vjet më shumë, kështu që më kërkovi që... Ndalojmë pak se kjo është shumë interesante në historinë tënde. Ti e ke njohur vetë këtë person? Nëpërmjet familjes ti. Nëpërmjet familjes së ti. Dhe familja e tij tha që unë kam djalin emigrant në Itali dhe duam vajzën tuaj për djalin. Pa. Vetëm kjo ishte? Pa. A ndjeje gjë për atë person? Sa herë jeni takuar me të në këto 8 vite? I herë. Vetëm një herë fizikisht? Vetëm një herë të shtëpia ime që erdhi bashkë me prindit e tij, më kërkoi dorën për martesë. Vetëm një herë? Po mbanim lidhje telefonike, që flisnim vazhdimisht edhe, si ta them, u mundova që ta prisja sepse doja... Sa vite ishte dënuar ky person në Itali? 8 vjet. 8 vite, dhe më pas ju shtua dhe një 4 vjeçar tjetër, që bëhen në total 12 vite. A do ishte më mirë duke qenë se ti e ke takuar vetëm një herë dhe nuk i dhe mundësinë dhe pas ka qenë një zotëri vërtet, duke lënë të lirë në jetën tënde, duke hequr dorë nga dashuria që ai mund të ndjente për ty? Jo, ai ma kërkovi. Po ti pse pranove? Pranova sepse derisa kërkon ai e ka një... E kishte një shkak? Shkak që ma kërkovi këtë gjë. Në qoftë se nuk do ta kërkonte, do ishit bashkë sot? Po. Do ishit. Ti ndjeje për këtë person edhe pse kishe takuar një herë? Ishte çuni mirë, njëri familjar, që mund ta krijoja jetën pa merak me ta. Ku gjendet ky person sot? Në Itali. Ka dalë nga burgu? Ka rifilluar jetën e vet dhe ai. Në këto kushte, mbas 4 viteve, nëna pretendoi që ti të rifilloje jetën tënde. Po. Si e rifillove jetën? Nëpërmjet një shkuesi, u njofta me këtë personin. Edhe ju? Ish bashortin. Edhe i besova, sepse ishte njëri familjar, me nanë, me prindër, me motra, dhe mendova se është edhe pak i pjekur në këtë. Por edhe ai vinte nga një martesë me 3 fëmijë, por që ju nuk e keni ditur. Ndalojmë pak tek shkesi. Pa. Çfarë kishet ju personin që trokiti në familjen tuaj dhe të orientoi drejt kësaj martese? Shkuesi më pa thënë që... Jo, çfarë kishet? Çfarë lidhje kishet me këtë person?
E kisha njëri të familjes. E kishit njëri të Mami familjes. kunata e mamit tim. Nusja vëllajt mamit tim. Edhe, si ta them, ishte diçka. Kunata e nënës tënde ishte shkesi. Po mirë, duke qenë se ti ke pasur pjesë të familjes, shkesi çfarë kishte ish burrin tënd? Tani, shkesi, si ta them, motre shkuesit, kishte marrë, po është pak e largës. Pra, në të dyja krahët, shkesi kishte interesa familjare, mund të themi dhe lidhje familjare me ju. Është zonja apo zotëri shkesi juaj? Janë dy zonja. Janë dy zonja. Duke e ditur me detaj historinë tënde, këto dy zonja ku ndodhen sot? Të dyja në Tiranë. Të dyja në Tiranë, çfarë moshe kanë? Njëra është 34 dhe njëra është 60. Dhe njëra është 60. Ato e din kalvarin e gjatë, ferrin e vërtet që ti ke përjetuar? E din, por gjithmonë me fajsojnë mua. Për çfarë të fajsojnë ty? Sepse ti ke fajt, ti nuk di ti mbaj shafër, ti kërcënon, ti i bën shumë fjalë. Faktin që zotria ka qenë i martuar dhe me 3 fëmijë, dhe mënyrën se si e kanë përzënë nga shtëpia, nusën e parë që u përsërit edhe me ju, mund të më thuash pak si e kanë justifikuar këto zonjat që më vinë ka keq, që njëra që ka edhe 34 vjeçë dhe tjetra 60 vjeçë. Si e justifikojnë që ta fshehen, se 3 fëmijë nuk fshihen dot? E justifikuan sepse ka hik për një jetë më të mirë. Kush ka hikur për një jetë më të mirë? Ish nusja tjetër. Po pse nuk ta tha, nuk ka rëndësi se për çfarë kanë hikur. Ajo ka hikur për të bërë jetën e saj dhe shumë mirë ka bërë. Po si mund të fshihet fakti që ky ka qenë i martuar dhe me 3 fëmijë, Adelin? Këtë nuk e di. E din vetë zonjat. Këto zonjat? Sepse unë nuk pata... Si kanë jetët e tyre familjare? Shumë mirë. Shumë mirë. Njëra shumë mirë e ka, kurse tjetra jeton këtu, burrin e ka diku tjetër. Këto zonja nuk kanë menduar ndonjëherë ta vënë veten në vendin tënd? Se çfarë ke hequr ti në atë familje? Kur isha në atë familje, më thonin, më përkrahnin, që ti nuk ke faj. Mbasi hikan nga ajo familje, më marrin telefon, më kërcënojnë, më shajnë se unë jam fajtorja. Më fal, ti thua mbasi hika nga ajo familje, mbasi shpëtove nga ferri, sepse ato kishin bërë një kurth kaq të bukur për të larguar ty nga shtëpia, sa deri kur të arrim në këtë pikë, kemi gjëra tjera për të ndarë. Ish bashkëshortin, si e njohe? Arritet ta njeh ashtu siç duhet, sa kohë që ndruat përpara se të merrni vendimin për të krijuar familjen? Shumë pak kohë. Sa që ndruat, sa takime keni bërë me njëri tjetrin? Vetëm një takim. Vetëm një takim? Po. Dhe mbas një takimi ti i the po këtij personit? Mbas këtij takimi kena folë në telefon, gati një muaj. Edhe ky ishte në një gjendje që donte që të krijonte familje, që të kishte një familje të mbledhur. Edhe me ndihmën e motrës tij edhe nanës tij që më premtuan gjithçka, unë vendosa të lidh jetën me këtë person. Ju i tregua të lidhjen 8 vjeçare me personin në fjalë për cilin e folëm? I tregova, por nuk ja vuri veshin apo rëndësinë, sepse tha nuk më intereson. Ndërkohë, ai të deklaroi që kishte qenë i martuar dhe kishte 3 fëmijë? Më deklarovi mbas martesa. Mirë, derisa dalim tek martesa, unë them në këtë takim të parë, po si i the po këtij njeriu ti? Pse nuk kërkove një takim të dytë, të tretë, të qëndronit pak kohë dhe thoje po në momentin e duhur? Pse u nxitove? Kush të nxitoi? Sepse nga zona tona ishte shumë ndryshe. Dhe është më shumë vend fjale se po takosh me një person është shumë më vështirë. Edhe me ndihmën e mamit tim edhe të kësaj kushërinës u takuam me të dhe nuk ishte takim të dytë më për ne. Pra gjërat u bën shpejt e shpejt. Po. Ju vajtët në familjen e tij me 17 shtator të vitit 2017. Ka qenë dita e martesës tuaj. Po. Çfarë ndodhi? Kam vajtur edhe më përpara, mbasi pim kafen, më kërkovi të më marrë një javë sepse kishte ditëlindjen ishte bashkëshorti im. Edhe shkova në shtëpinë e tij, pa shumë gjëra që s'më pëlqyen. Si për shembull? Sepse ai nuk u pyet të fare në atë shtëpi. Ato s'e pyetnin për asnjë gjë. Ishte thjesht e përdornin si viktim, nuk e pyesnin për asnjë gjë. Atëherë, në shtëpinë e ish bashkëshortit tuaj jetonte nëna? Nëna e ti? Edhe babai. Babai tjetër?
Askush tjetër. Askush tjetër. Sepse me sa duket, ju keni një konflikt të hapur edhe me ish-kunatën tuaj, dhe unë këtu dua të ndaloj. Ajo kishte shtëpinë e saj? Po, me ish-kunatat kam pas konflikt për 2 vjet e gjys. Dhe ju thoni që roli i ish-bashortit tënd nuk të pëlqeu se ishte inekzistent. Në atë familje dhe ti e kuptove që në fillim. Po pse nuk bëre hapa pas, do doja të dija? Sepse mendova mos ka diçka që ka vrarë gjatë jetës së tij dhe do t'i jap edhe unë pak kohë këtij personi. Në qoftë se do të lidh jetën, do t'i jap pak kohë. Çfarë ndodhi disa javë pas martesës tuaj? Çfarë zbulove ti dhe pse ai të kishte gënjur dhe ti përsëri i dhe një tjetër mundësi për të vazhduar bashkë? Ndodhi javën e parë të martesës. Ky kishte një seancë të fundit me ish-bashortën, edhe këto u mbledhen në një dhomë bashkë me kunatat dhe thurnin plane, letra dashurie për ish-nusën tjetër që t'i dërgonin gjykat për prova kundra ish-nusës. Aty e kuptova dhe aty gjithçka u rrëzua. Pas 2-3 javësh martesë, ti zbulove që ky person ende nuk ishte divorcuar, jo vetëm që kishte qenë i martuar dhe kishte 3 fëmijë. Pa. Dhe aty ti, nga ky plan i kësaj familje, je befasuar dhe je shokuar. Kush ishte komunikimi me ish-burrin kur mësove këto fakte? Sepse shumë gjëra, sepse tha që gjithçka mund ndodhi në jetë, ama nuk e përse ti dish, derisa unë po lidhi jetën me ty, gjithçka është e vështirë e kaluara. Ç'lidhje ka? Pse nuk ishte treguar i sinqert? Nuk mund të fshihet një martesë e cila po ekzistonte edhe pasi ishe martuar ti. Po. Dhe nuk mund të fshihen 3 fëmijë, ashtu si nuk e fshehet ti lidhjen 8 vjeçare me personin që jetonte në Itali. Po. Pse justifikoi këtë gjë? Nuk e di. Ti nuk po e paragjykoje për atë që kishte kaluar. Ti po e gjykoje për veprimin dhe gënjeshtrën e madhe që ai të kishte mbajtur të fshet. Po. Pati grindje midis jush? S'kam qenë vajzë që mund të ngrindë me dikë për pak gjëra. Thjesht ja lash se gjithkush mund ta ketë një të kaluar. Një të shkuar. Adelina, po intrigat që bëheshin në dhomë? Në lidhje me ato letrat e dashurisë që se po thurej një skenar të cilin ti sot e deklaron në këtë studio. Po mundoja që të njihja kush është bashkëshorti im, kush janë njerëzit me të cilën do jetoj dhe kush është ajo që hiku, nuk dija këtë akuzoja. Po the pak më përpara që ato u mblodhën të gjithë bashkë dhe krijonin letra dashurie dhe krijonin skenare për ta nxjerrë me faj një grua dhe një vajzë tjetër, ajo është nënë e 3 fëmijëve. Ja ku jeti sot në të njëjtin pozicion si ajo. Ti si reflektoje në këto momente? Unë ndjeva shumë keq. I pyeta përse, ç'është bani, dhe ne e kemi për të mirën tënde. Sepse nëse pas nesër edhe mund të ndihmojmë. U mundove në ato momente ti njeh fëmijët e ish-bashortit? Jo, se ato kanë ardhur vetë në shtëpi mas 2 javësh të takojnë babain e vet. Edhe aty kanë thënë që unë jam një kushire dhëndrit atyre, që nuk jam nusja e babait të tyre. Si u ndjeve? Kur i pash fëmijët, shumë keq. Dhe ti duhet të hiqeshe si kushurira dhe jo si nusja e re e babait. Mendoja që të mbaja distancë mes fëmijëve dhe burrit, kudo që isha, mendoja që ta respektoja si vëlla, jo si burr. Ndërsa të fëmijëve të paktë. Ke aktruar në një farë mënyre? Po. E detyruar? E detyruar sot i bën dhe njëri me dëshirë këto gjëra. Sot je penduar për këtë farsë që i keni krijuar atyre fëmijëve? Jam penduar, po jam dhe e lumtur që s'kam qenë unë shkaktarja ndarjes së tyre, se po të kisha qenë shkaktarja. Nuk e di, po të paktën nuk jam unë shkaktarja. Mirë, përpara se dalim edhe tek problemi më i madh i joti, tek lindja e djalit, tek shtatzania, sepse kemi shumë element në këtë histori, do doja të dija si është marrëdhënia jote sot me ish-bashorten dhe me 3 fëmijët. Shumë mirë. Kur jeni ritakuar bashkë ju të dyja? Me ish-bashorten nuk jam takuar kur. Me fëmijët çdo të shtunë, dal shëtis djalin me ta, rri me ta, hajm pim në për lokale. Sepse janë motrat dhe vëllai i djalit tim. Bravo. Nuk ke kuriozitet ta njohësh nënën e këtyre 3 fëmijëve? Kam pas kuriozitet që kur mësova se ka qenë
ish bashkëshortja e burrit tim. Po me detyrim të kunatave dhe të vjerës, që nuk më lanë të takoj, në qoftë se ti do takosh ata, do hikësh edhe ti nga këtu. Po mirë, ti sot je e lirë, pse nuk e ke takuar? E ke menduar që do ta takosh një ditë? Ja, çdo gjë kam menduar që të vjerin nga pak, çdo gjë, sepse nuk dua që edhe unë ta marr diçka një hap kaq të madh për një herësh. Kjo zonjë ka kërkuar të takoj ty? Me sa kuptoj unë me fëmijët më kanë kërkuar që të shkoj edhe në shtëpinë e tyre. Që të rri me çunin, edhe besoj se edhe ajo do jetë dakord që të më takoj. Mirë. Sepse të merrin që ka të kaluar ajo ma beson, dhe po e kam kaluar edhe unë. Mirë. Do kalojmë tek momenti më i vështirë, tek një moment që për çdo grua dhe çdo vajzë duhet jetë momenti më i bukur, tek lajmi i shtatzanisë. Po. Kur e more lajmin në shtatzanisë? Unë punoja në një KMY. Po, je detyruar të punosh, gjatë gjithë kohës, familja e ish bashkëshortit të detyronte që ti dilje nga shtëpia dhe të punoje. Që kur kam ikë në atë shtëpi, gjithmonë jam e detyruar. Që dal me detyrim, për ndryshe, unë do isha në luftë madhe. Sa kohë kishe që punoje kur more vesh lajmin në shtatzanisë? Kisha 2 muaj e gjys. Aty humbë ndjenjat, edhe e kuptova se diçka ishte dhe marrë bashkëshortin në telefon që të shkojmë të bëjmë një eko. Dhe i lutëm që ti marrësh 5.000 lekë të vjetra mamit, se s'kisha lekë me vete, se ndoshta na duhen. Ky se merr iniciativën fare të vjeri, shkoj në shtëpi, edhe në të nesme nuk i kim punë, shkoj bëj ekon dhe mësoj se jam shtatzanë. Po kur ja thash bashkëshortit, nuk e prisja diçka tjetër. E nuk e pritja aq mirë edhe më mallkuar djalën. Pra, ishte një shtatzani e pa planifikuar, ju nuk ishit planifikuar që familja e juaj të rritej, përveç ju të dyve? Planifikuar edhe... Por çfarë? Pse duhet mallkonte, pse duhet shante? Sepse gjithçka ishte shumë e shpejt për ta. Sepse 3 muaj kishte se ishte ndan nga ish bashkëshortja tjetër. Edhe nuk donte që të kishte fëmija, nuk e di. Çfarë të thash primisht? Tha që mallkuar qofsh ti, tha, me atë fëmijë. Pastaj s'e kam pa më vetën. Unë dua ndaloj edhe në një moment tjetër. Ti the që në momentin e parë që kam shkelur në atë shtëpi, kjo familje më ka detyruar të punoj. Po. Duke e kapur kështu, e thon nga ana jote, pas kanë bërë shumë mirë, sepse çdo grua duhet punoj. Po, edhe Por më bëri përshtypje që ditën e lajmit, kur ke qenë 2 muaj e gjysmë dhe ke telefonuar bashkëshortin, ti the që nuk isha asnjë lek me vete. Po. Ku e çoje ti rrogën tënde? Unë rrogën të parën e dorëzova në shtëpi, pavarësisht se rrogën s'ma kanë pranuar që ta mbajnë asnjëherë. Njerëzit e burrit, thjesht ta kesh lekun për vete. Rrogën e dytë se kisha marrë akoma. Të parën, diçka për vete, për burrin, fusja gjëra në shtëpi, nuk ose i shpenzoja. Ndihmoja familjen me diçka që kishte nevojë. Sepse ishte shumë e rëndë kur ju deklaruat që i thash bashkëshortit të merrte një 5.000 lekësh të vjetër dhe të vinte dhe të takonte dhe të shkonit të vizitoheshit. Aty more lajmin më të bukur. Por që u venit kaq shpejt, sepse mallkimi i bashkëshortit zuri vend. Nga ky moment i bukur ta kthente në një moment trishtimi. Unë do ndaloj këtu, sepse kemi shumë për të folur. Kemi për të folur për lindjen tënde, kemi për të folur pikërisht deri në ardhjen e lindjes së voglushit, sepse ti je nëna e këtij djalit të jashtëzakonshëm. Kunata dhe Vjera janë munduar që të ta heqin këtë fëmijë, që ai të mos vinte kurrë në jetë. Mirë. Bëjmë pak një frymarrje, ke ujin aty e dashur. E di që janë momente emocionuese, atëherë regjia dalim në një hapësirë të shkurtër publicitare, rimarim veten të gjithë nga kjo histori që trondit. Menjëherë mbas hapësirës publicitare rikthehemi me të tjera detaje të kësaj historie, por jo vetëm. Ju thash që kemi prova, kemi fakte, kemi video audio, të cilat do t'i përcjellim për teleshikuesin se çfarë ka ndodhur pas atyre dyerve të asaj familje, por njëkohësisht do të ballafaqohemi në qoftë se pala tjetër, numrat e cilëve ne kemi, do të pranoj të përballen me Adelinën apo jo. Këto dhe shumë detaje të tjera do të ndiqni në pjesën e 2 dhe të 3 të këtij emisioni.
Miqtë e mi, jemi rikthyer mbas hapësirës publicitare drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur. Adelin patëm mundësinë të flasim edhe me specialistët dhe sidomos me psikologen gjatë kësaj hapësire publicitare. Besoj se të kanë ndihmuar sadopak apo jo. Mirë, jemi e fortë tani? Po. Se do flasim për momente shumë të vështira. Po. Mirë. Gjatë momentit që e gjithë familja e ish-bashortit mori lajmin e shtatzanis, nuk ishte jo vetëm lajmi mirë për ish-bashortin, por edhe për familjarët e tij. Po. Pse, si ja komunikuat dhe çfarë ju thanë? Bashkëshortin, si që thash edhe pak më përpara, nuk e priti aq mirë. Po. Edhe familjarët e tij të njëjtën gjë. Kështu e pritën sikur e priti edhe ish-bashorti lajmin. Po. Sepse ishte një moment që ishin analizat e para të shtatzanisë, edhe mund duhej një shumë e madhe lekësh, 200.000 lekë të vjetra, që mund të rifilloja gjithë analizat. Por ju 200.000 lekë të vjetra ishte një shumë e madhe, mendoni apo jo? Pa. Edhe ja kërkoj ish vjerës, edhe i them që më duhen 200.000 lekë të vjetra që të rifilloj analizat se mi ka kërku doktoresha e fëmijës. Ajo me përgjigjet që unë s'të japi lekë, edhe aq me pak ti këtë fëmijës do e mbash. Edhe unë nuk e mbeta si habitur kur ma tha këtë fjalë. Po. Sepse nuk e prisja. Prisja ti shka më ndryshe, sepse më ndova se janë familje që din të mbajnë një vajzë, një nuse, din të respektojnë, aq më pak një fëmijë që po vjen një jetë. Edhe i them mami në qofta se ti s'do të më japësh, unë do ja kërkoj mamit tim. Edhe kur të marr rrogën e dytë që do marr, unë do ja paguaj mamit se nuk mund të mbetem borxh mamit tim. Ajo më tha që ti këtë fëmijë do ta mbash. Edhe më mbyllën në një dhomë, në dhomën e gjumit. Edhe thanë, qofta se ti nuk do thuash po që do ta heqim këtë fëmijë, ne do të hedhim nga dritarja e balkonit. Por ndryshe, tha më mirë thuaj, po do ta heq dhe pranoje, sepse këtë fëmijë vllai jon, djali jon nuk e don. Sepse ka shumë probleme të tjera tani dhe nuk kanë mend të rrisë edhe një fëmijë tjetër. Çfarë ndjeve Adelina në këto momente? Në këto momente, kur kujtoj ato çastet, nuk e di se si kam kalu dhe si kam përjetu dhe aty dhe si kam mundur që jam kjo që jam sot. Megjithatë, ditët kaluan, muajt kaluan? Kaluan, po ishte që të merri vërtet, çdo muaj, çdo ditë. Çdo muaj, çdo ditë ishte që të merri vërtet, kur them të merr, të merr. Me 4 mars pasova një aksident në Milot. Po. Edhe 100 metra me makinë u përplasëm, edhe shqyqyr zotit shpëtuam si unë, si ish-bashorti edhe fëmija. Mua me dërguan në spitalin e Lezhës. Po. Ish-bashortin e futën në burg. Se ne nuk kishim një martes ligjore. Unë isha me emër ndryshe, bashkëshorti ndryshe. Edhe detyruan që ta merrnin në burg. Unë po shkoja në varrimin e gjyshës. Mami priste që unë po shkoja andej, të gjithë pristin i pinin telefonit. Në orën 9 të mëngjesit isha në spitalin e Lezhës. Aty nuk kam marrë asnjë lloj mjekimi. Si një femër aksidentuar që isha si një vestë. Vinte doktorit dhe më thoshte, atëherë dhe njerëzit që ne mund të të vizitojmë. Askush nuk vinte. Familje burrit tim është njoftuar që në 9 të mëngjesit se ne kemi pësuar aksident. Ata shkuan te djali vet, edhe kanë ardhur në 3:30 mbazitet e spitalit. Atë kohë që kanë ardhur, thjesht kanë formosur një dalje timen që të shkojnë të nxjerrin djalin e vet nga burgu, vëllain e vet. Edhe më kanë nxjerrë dhe unë nga spitali. Gjatë asaj kohe se kam marrë vesh, se kam nga shpëtu fëmija, a kam gjallë, apo më ka vdekur nga aksidenti. Sepse askush nuk më vizitoi në spital. Më nxjerrin nga spitali edhe më dërgojnë në shtëpi.
Aty s'kam marrë pastaj asë një lloj shërbimi mjekësor në shtëpi. Edhe pse isha e vrarë, nuk lëvizja dot nga vendi, asnjë lloj shërbimi. Ka ardhur familja ime, mami, ajo më ka ndihmuar shumë që të ngrihem në këmbë. Megjithatë, Adelin, ju keni deklaruar teksa keni bërë denoncimin në redaksinë e emisionit Me zemër të hapur që Vjera dhe ish Kunata janë munduar deri në fund të lindjes së djalit tënd me të gjitha metodat që ti ta abortoje këtë fëmijë. Pa. Kush janë metodat që ato përdorën? Që ti sot ndoshta ke edhe dyshimet tuaja, sepse djali është i smur. Ju përkujdeseni 24 në 24. Mos ndoshta këto analizat të tepruara, ku është tentuar aborti, kanë ndikim në atë që po kalon djali sot. Do ta bëjmë analizën, por vetëm pas pak me psikologen. Të lutem, pse ato tentuan? Kur, në çfarë muaji të shtatzanisë vazhdonin dhe tentonin? Në muajin e 6. Në muajin e 6, çfarë të detyruan të bësh? Shkova për një vizitë të thjeshtë te doktoresha e djalit edhe më thot më bëj një eko dhe bëra ekun dhe thot kam pak dyshime të vogla për gjë që i ndodh të femra, thot të bësh një analizë më të madhe. Dhe më dërgon te privati, se mos ndoshta dyshojmë se mos fëmia ka ndonjë sindrom, ndonjë gjë. Shkoj te privati, bëj një analizë 30.000 lekë të vjetra. Aty më thot privatit që mos u mërzit, s'ka asgjë fëmia, mund t'i kesh në shtëpi, sepse të njëjtën gjë më ka ndodhur me djalin tim dhe shqyr zoti djalin e kam shumë mirë, më thot. Do më ikin në shtëpi. Bashkëtorti ndëgjon këto fjalë. Edhe shkoj ja shpreh vjerrës, motrave në mënyrë tjetër për tjetër. Dhe ato detyrohen që të më bëjnë një analizë. Edhe i lutem, mami s'kam asgjë. Atëherë, për ta kuptuar edhe teleshikuesit, ti i bërë të gjitha ato çfarë thanë mjekat. Por bashorti yt shkoi dhe deformoi të gjitha thënjet e tyre tek familja dhe ato të detyruan ty të bëje një lloj analize specifike për gratë në muajin e 6 të shtatzanisë, apo jo, e cila mund të provokonte dhe abortin. Dhe këtë e din të gjithë. Okej, deri këtu jemi në rregull. Çfarë ndodhi? Ti e bëre këtë analizë? E bëra sepse më erdhi Kunata te shtëpia, edhe më detyrovi në ato kohë isha në punë. E bëre? Të detyroj Kunata, por përsëri nuk abortove? Jo. Derisa erdhi momenti i lindjes, e mban mend momentin e lindjes së djalit? Pa. Kë kishe pranë? Askam. Pse? Sepse për 3 ditë të spitalit s'kam pas askund afër. Adelina, ti edhe në spital tek lindja e djalit u shkove? Shumë. Po për çfarë? Pse të refuzuan? Si mundet ky baba të refuzoj fëmijën, krijesën që sapo erdhi në jetë? Nuk e di. Çfarë fëmijësh ka nga martesa e parë? Ka 2 goca, një çun. Ka 2 vajza dhe një djalë. Po. Dhe ti në momentin e lindjes u gëzove, padyshim, si çdo grua dhe si çdo vajzë? U gëzova vajzë shumë, saqë kur e pash atë fëmijë kaq të bukur dhe kaq të pafajshëm. Mendova se sot që jam vërtet i madh. Sa vjeç është djali sot? Është 15 muajsh, 1 vit e 3 muaj. 15 muajsh. Kur e kuptove që djali është i smur? E kam kuptuar sepse që në lindje djali nuk tentonte që të ma kapte qumshtin e nanës. Edhe thash mos si çdo fëmijë tjetër nuk i pëlqen dhe i shtova një qumësh formule. Edhe në muajin e dytë, që u bë djali 2 muajsh, mësova që djali ka diçka që nuk shkonte, sepse e lidhja mbështjellja me një copë edhe më dukte që kokën i rinte shtrembër. Nuk i rinte si gjithë fëmijët e tjerë. Nuk kam parë shumë fëmijë edhe mendova se djali im ka një diçka. Edhe e marrë në çoj të nënkaçet e urologu. E vizitoj aty dhe ishte fëmijë mashallah i shëndetshëm edhe më thonë që ky s'ka asgjë. Ju lutem doktor, unë shikoj që fëmia im diçka nuk shkon. Më thoi të vërtetën, nuk ka asgjë, të lutem më motor, thot merre çoj në shtëpi. Të vish me 4 janar, thot, të 2018-s, që ta shikojmë djalin. Unë nisa të shkoj. Vjera, filluan të folin, ti do të lëvizësh Tiranës, do të luash Tiranës, do të smurësh djalin me pahir, ti s'do ta çosh askund. U detyrova që ndrova në shtëpi. Nuk e çova askund. Megjithatë, djali yt është diagnostikuar me?
I bëj fizioterapi çdo ditë Po, për çfarë? Me protokollis. Që do të thotë? Që do thotë që është diçka që e ka njëra pjesë të qafës më të shkurtër se tjetrën. Pra, njëri nervi qafës? Po, është më i shkurtër se tjetri. Është më i shkurtër se tjetri, çfarë i sjell një lloj shtrëmbrimi? Kokën qëndroi dhe shtrëmbim të kokës edhe të shtyllës kurrizore. Çfarë thon mjekët në të ardhmen përveç fizioterapisë? Sa shanse ka që koka të mos rri aq shtrëmbur? Shanse ka që më kanë kërku që kur kam fillu të bëj fizioterapi që do ta operosh. Duhet ta operosh? Po, ishte i vogël shumë, s'mundem ta operoj. Adelina, je i qetë për ta vazhduar bisedën e dashur? Sepse kemi shumë për të thënë. Do flasim edhe për mënyrën se si ata të larguan nga familja, së bashku me fëmijën. Më duhet të përballem me ta, më duhet të dëgjoj edhe zërin e tyre në këtë studio. Po. Edhe më kanë kërku kësaj tane që vjen, që do të flas me doktor Dritan Alushanin dhe kanë folur me ta. Po, doktoresha djali Lindita, të cilën e falenderoj shumë, është vërtet, një zonjë vërtet, më ka kërkuar që ta bëjmë edhe një përpjekje tjetër që një muaj t'i bëjmë fizioterapi. Në qofta se djali nuk do t'i hapet damari i qafës. Jena të detyruar ta operojmë. S'kena rrugë tjetër. Dhe ne shpresojmë që të paktën ajo shpresë që ka doktoresh Lindita të realizohet, por në të kundërt, edhe në qoftë se do ndërhyet në rrugë kirurgjikale, nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që djali të bëhet mirë. Mirë, do t'i rikthehemi djalit të ndoshta pak më vonë, në qoftë se do kemi minutat, sepse duhet menaxhuar koha televizive. Kjo është dita jote dhe duhet t'i themi të gjitha, më duhet të lidhem në fakt edhe me palën tjetër. Si u largove nga familja? Vetëm shkurt për mënyrën se si të kanë larguar. Nuk jam larguar, më kanë larguar. Si? Se burrim që para 5 muajsh nuk flitën në dhomë me mu. Flinte në kuzhinë. 5 muaj rjesht. Me justifikimin? Me justifikimin se që unë të hikja nga shtëpia. Pra, ti e përbuzur si femër? Po. Të kishe lajmëruar që duhet të largohesh edhe nuk e kishe pranuar ti? Që kur ka lindur djali, që kam pa dhunën e vjerës që ka ardhëm ka qëllun në dhomë 2 javë mbas lindjes. Po për çfarë duhet qëllon të vjerë aty? Sepse nuk pata mundësi që t'i bëj një kafe, kisha fëmin e vogël. Dhe për këtë duhet të dhunoheshe? Po. Se nuk i bëre kafe? Po. Mirë, megjithatë ti u largove nga familja sepse kishe një fest familjare. Po. More leje tek familja e ish-burrit, në duhet të largohesh apo jo, dhe përgjigjja e tyre ishte bëj çfarë të duash. Po. Kur u riktheve? Kur i ktheva mora vesh se kishin hapur çështjen e divorcit. Pra, kishin bërë kërkesë pa dinë për zgjidhje martese. Po. Për sa kohë bëhet fjalë, për sa ditë? 4-5 ditë. 4-5 ditë. Po, sepse isha në punë dhe nuk shkëputesha dot nga puna më shumë. U detyrova që të marr leje 4-5 ditë që tiki në dasmën Mbesës. Po, martohej Mbesa juaj dhe ti kërkove familjarëve të shkoje 4-5 ditë. Po, edhe të vinin dhe ato se ishin të ftuar familjarisht. Ato nuk erdhën? Jo. Ato thanë bëj çfarë të duash? Po, bëj çfarë. Po kur u ktheve? Kur u ktheva, e njëjta gjendje, situatë, shumë e zhurmë, shumë e shtëpi, shumë. Jo, çfarë të thanë? Si e kishin ngritur këtë kërkesë pa ditë? Thjesht i prit sa të dalë ajo letër, edhe ne do të përzëm nga këto. Mirë. Unë do doja të dija, në këto 5 muaj që ke qëndruar dhe flinit veç e veç, pse nuk more ti iniciativën për t'u larguar? Pse duhet të poshtërohesh në këtë mënyrë, Adelin? Sepse nuk kisha ku shkoja. Çfarë do të thotë nuk ke ku të shkosh? Mund të ma sqarosh pak? Familja jote nuk të përkra? Më kanë përkrahur shumë. Ne jena rritur jetimi 7 fëmijë. Edhe nuk janë në gjendje aq të mirë sa që të më ndihmojnë. Aq më pak mendoja për atë çonin në smur që kam për djalin tim, edhe doja që ta shëroja me çdo kusht. Përpara se unë të ballafaqoj me këta njerëz, do doja në qoftë se regjia më jepte një konfirmim, ne kemi 2 video audio. Po. Cilat ti e kërcënuar. E kam regjia, ju lutem? Kanë mbritur nga montazhi. Atëherë, japim vetëm videon e parë në këto momente,
e shfaqë regjia dhe më pas lidhemi drejt për së drejti me ish vjerën në qoftë se ajo do pranoj të jetë përballë Adelinës. E ndjekim. Po i dirë plaska do t'i jetë nga balkoni për poshtë. Do t'i i jetë me, unë shti bëja t'i djali. Pa unë ta kësha bërë gropën më parë ty. Po shti bëja t'i djali. Sa të bësh? Shti bëja t'i djali. Shti bëja, ta kësha përzonë qëllë ato ditë. Bajte në policia ato ditë. Sa të bësh? Po se mërë dhe brënda këtu në shpi. Sa bajte në policia ato gropën ta kësha bërë. Gropën? Po dhe zotë e ti, s'ma ka në Po të futet berimi, ty është futur, po ti se kupton. Po të shkutur vajremi, ti se shku si e bërme. Ti e përë si kur i marrë nuk të vdekur. Po. Nuk të vdekur. Lak kësa shpija. Me telefoni s'ke punë. E burë si. Me telefoni s'ke punë. E burë si. Me telefoni s'ke punë. Ta njërë është ti suratit në, ke suratit të njërë është atë. Lojti të dhe. Ate e kise. Ma me gjumë? Hajte, mame. Adelina, ne dëgjuam këtë video audion të parën dhe ajo çfarë konceptuam ishte dhe pafalshme që fëmia ishte prezent. Fëmia pak muajsh është prezent në kërcënimin që të bën vjerra aty, por edhe në mënyrën se si ti e qasur vjerrës. Nuk e di regjia në qoftë se kam kati këtë lidhje të drejt për drejt me ish vjerrën. Atëherë, presim pak qaste, ju lutem pak më shpejt. Të shpresojmë Adelin që ish vjera jote, po. E dëgjojmë Zilen. Po. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zonjën Resmie flas? Po. Zonja Resmie, unë jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Aha. Në studio, ditën e sotme kam Adelinën, ish nusën tuaj. Aha. Ajo ka treguar kalvarin e gjatë një problematike që e ka shoqëruar në bashkëjetesë me djalin tënd. Ajo deklaron që ju e keni kërcënuar, e keni detyruar për të abortuar dhe e keni kërcënuar në fakt atë dhe unë sapo kam shfaqur një video audio kur ju e kërcënonit në mënyrë të drejtë për drejtë Adelinën. Moj motë, të dishti që nga ka përë ajo neve, po shikojnë i vizitojnë, dërgojnë të vizitojnë një të sështë mirë në mentë. Të lutem, zonja Resmie, mos ta nisim bisedën kështu. Atëherë, zonja Resmie, më dëgjoj pak. Të më zerë pare mua në gojë, se më ka prishu shtëpinë, më ka prishu gjallën, më ka shkatruar nga jeta, s'ka turit të zerë, me pahirë kërkon burë me zorë, kërkon ajo. Nuk është çështja aty, zonja Resmie. Jo, gjalli nuk e mori të andante, po e mori të jetonte. Të jetonte, të kryonte familje, të Po kjo nuk do të thotë që ju ta kërcënoni, apo jo? Jo, nuk e ka kërcënuar, njëri ajo nga ka kërcënuar neve, të shikoni do t'i dhujë. Ta ka shpër në 5 herë në polici, motra. Jo, leta fillojmë mbar bisedën, zonja Resmie, ju mund të keni absolutisht të drejtë. Por çështja është këtu, zonja Resmie, që ju thatë shkoni dhe vizitoni se nuk është mirë mëndërisht. Unë nuk ta në për televizor unë. Zonja Resmie, të lutem. Po t'ishte tamam, nuk e asu njeri, nuk e... Ajo iku vetë pasaj si përfundim. Atëherë, po ju sqaroj që përpara se ty në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe në këtë studio ka psikolog, ju nuk jeni askushi për t'i vënë diagnozat ish nusës tuaj. Le ta fillojmë mbarë së bashku. Veprimet që bërja jo, çupë unë nuk i dalë... Çfarë veprimesh ka bërë Adelina? Çfarë veprimesh ka bërë? Veprime ka bërë ajo neve, Më thuaj. Në ushqente 2 vjetë rejtë, unë e di se që kam hequr, se nuk desha që të largonja nga shtëpia, thosha do më thojë, thosha do të ndryshojë, do të ndryshojmë neve të gjithë, do t'i klasëm e do të ndryshojë. Po na thoni konkretisht çfarë ju ka bërë Adelina? Shumë gjëra ka bërë, shumë. A ka qenë më pari martuar djali yt me një tjetër grua dhe ka 3 fëmijë? Ne. Ka qenë i martuar, ka 3 fëmijë me gruan e parë. Dishe tash të zonë të këtë rast ajo, kushe dishta ato vete do bëj ligjin. Po unë djali nuk e kisha të çmendur që të mbante një të çmendur, ajo është pare nga mend, nuk është në terren. Më fal, nuk mund t'ja u lejoj këtë gjë se në studio ka specialistë të cilët kanë konfirmuar që nga shëndeti mendore Adelina është e aftë. Ju nuk jeni askush për të vënë diagnoza të tilla. Atëherë zonjë, ka qenë i martuar dhe ka 3 fëmijë djali juaj.
E ka ditur Adelina këtë fakt, ja keni fshehur Adelinës? Alo, përshëndetje, si jam goca e Resmia. Po, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Po. Atëherë si qëndron problemi, një sekond, babi. Ju lutem, zonjë. Adelina në këtë studio thotë që ish Vjera dhe ish Kunata më kanë detyruar për të abortuar fëmijën. Mua më shfshehur fakti që ish bashorti ka qenë i martuar dhe ka pasur 3 fëmijë. Ashtu, një sekond, babi. Atëherë, unë sapo deklarova dhe dhash një video audio ku nëna juaj, zonja Resmie, kërcënonte Adelinën që kam të ftuar në këtë studio. Do ta dëgjosh? Jo, dëgjoj, nuk kam dashur të një sekond. Shiko, tani unë nuk e di pse po e bën ajo këtë, dhe çfarë do të nxjerrë ajo natë. Po dhe neve kemi shumë video të Adelinës. Po. Që ka ushtruar dhundi prindrit e mi dhe mbi vllajën tim dhe mbi të gjithë. Atëherë, të gjitha këto prova dhe fakte do të më sillni një ditë në televizion. Ka kapur vetëm një fragment. Ka kapur vetëm një fragment momenti që mund të ketë thënë mami tim në inat e sipër, por dhe ne kemi shumë video që ajo. Atëherë, do të na i vini në dispozicion të gjitha këto video që ju keni? Jo, absolutisht, ajo ka qef ta bëj publike, ka qef të tregoj historinë e saj, do të përdori diçka, nuk e di se çfarë ka. Do të përfitoj nga shteti në një gjë, nuk e di. Neve s'kemi pse të merremi me këto gjëra. Po jo, në qoftë se ju më sillni këto argumenta që thoni, pse mos t'i shfaqni? Ju mos hajdeni në këtë studio, po më sill provat. Po jo, pse t'i shfaqen njerë, çfarë interesi? Po atëre, të lutem, po atëre si mund të jemi të besueshëm që ju i keni këto prova? Si mund të them unë që jeni ju ana e drejtë e kësaj historie? Po jo, e ka zgjidhur ajo, na ka çuar 5 herë në policia, asnjë gjë s'ka bërë, as urdhër mbrojtje nuk i dha policia. Sepse nuk ishte as. Atëherë, zonjë, për t'ju besuar dhe për t'i thënë Adelinës mos gënje më, na i dërgoni këto pamje që ju keni. Po jo, nuk është puna se si dërgoj pamje, se pamjet i kemi, po na ka besuar gjykata, na ka besuar policia, jo s'ka marrë një urdhër mbrojtje, nëse prindrit e mi e dhunonin, vllai tim Kunata e dhunonin, do kishte urdhër mbrojtje nga policia. Po atëherë si e shpjegton këtë video audio ku Adelina kërcënohet nga ana e nënës tuaj? A doni ta shfaqe edhe një herë, ta kuptoni? Po nuk është problemi atje, ajo është në inat e sipër, ka marrë vetëm. Po si në inat e sipër duke i qelluar, të lutem tani. Si në inat e sipër duke i qelluar. Duke i qelluar, po. Qelluar mami tim atë. Atëherë, do ta shfaqem edhe një herë zonjë? Nuk e ka qelluar mami, se po ta kishte qelluar, policia do të kishte dhënë urdhër mbrojtje, do na kishin. Atëherë zonjë, ju thoni që keni materiale, ju mund të jeni ana drejte e kësaj historie, të lutem, na i vini në dispozicion këto materiale dhe të t'ja shfaqim ne Adelinës. Përshëndetje zonjë. Tani, unë mora zonjën Resmie, zotri, po flas edhe me vajzën tuaj, ju nuk jeni e akuzuar. Ju nuk jeni e akuzuar, zotri. Mos e merë, se është e sëmurë, janë edhe punë të saj, se që ditë që ka ju në shpinë tona jo, ta dhe do 15 ditë nëse, dhe ka thënë me gojnë e saj, që unë ka marrë për të kapur Tiranë të një, të bëj një fëmijë se më kalon mosha ty, dhe të mbaj një zonë këtu. Po pse mbajtët juve? Pse mbajtët juve? Ka patur nevoj për burë. Ju nuk jeni fare objekti kësaj historie. Po jepni prioritet që nuk duhet të në femrave, dhe po shkatroni shumë familje juve me atë emision. Familja juaj është shkatruar që me bashortën e partë të djalit tuaj, edhe me bashortën e dytë Adelinën, dhe unë këtu nuk jam për t'u shkatruar, sepse ju jeni shkatruar pa ardhur në emisionin tim, zotri. Ashtu i hyri vetja në qefa saj, se neve nuk kishte lukë nga neve, e morën pa shkollë pa gje, me shkollë të lartë, me punë, me të gjitha të mirat, rogën që amenim, hyrjeve të në qef, mori fëmijë t'i vërë. Atere, ju thatë që 15 ditë e para, jo e pas ka pasur të qarë, doja një burë, dua të bëj fëmijë, dua Tiranën, ju pse nuk e larguat që 15 ditë e para, zotri? Po sa ndështronde, e jema mbeti muaj për muaj dhe i vlaj këtu duke ardhë të ashtroni dhe nuk e shtruan dot. Ti i thoshin ri, si lumire, brekte, bejate. Tani, përse po i bën këto gjera jo?
Adelina, jepi përgjigje i zhvjerrit tënë. Përse po i bën të gjitha këto gjëra ti? Për 3 vjetë që jam kuptu me të natë familje, jo të kuptohem këtu. Adelina, të lutem, përse po i bën këto gjëra, është pyetja e i zhvjerrit. Pse po i bën këto gjëra? Pse ka ardhur në këtë studio? Kam ardhur të tregoj të vërtetën, që nese pas nese mos marrin qaf një vajzë tjetër s'ku më morën mua. Mos të torturoj një fëmijë tjetër që s'ku më torturuan mua. Se po keni filluar me të emision, po meni shumë vetëm qaf. Atëherë, zotri, edhe një herë po ja u sqaroj. Ky emision ka ekzistuar ku djali juaj është divorcuar me grua me 3 fëmijë. Pastaj mori Adelinën, e divorcoi dhe atë bashkë me një fëmijë. Prandaj, ne nuk mund të tolerojmë dot që gratë shqiptare të përdoren nga ana e burrave si djali yt, t'i dhunojnë ato, t'i bëjnë me fëmijë dhe më pas të mos marrin përgjegjësi. Kaq kisha dhe unë. Nuk nënoj që djali tim. Atëre, shiko në këtë video se si gruaja juaj dhunon Adelinën. E shfaqem edhe njerë, ju lutem regjia. E shfaqem edhe njerë, regjia, video në parë. Në qoftë se ka ardhe video e dytë, japim dhe dytë. I hedhë më, unë shti bëjë të djali. Pa unë ta kësha bërë gropën më parë ty. Po shti bëjë të djali. Sa të bësh? Shti bëjë të djali. Shti bëjë. Ta kësha përzonë qëllë ato ditë. Bajte në policia ato ditë. Sa të bësh? Brenda këtu në shtëpi. Sa ka tempo? Sa ka bërë? Ta kisha bërë. Po të zotë ti. Ma të Po të futet verimi ti është futur, po ti se kupton. Të është futur verimi ti se shku si e bërme. Ti e bërë sikur i marrë nuk të vdekur. Po. Nuk të vdekur. Lak kësa shpia. Me telefoni s'ke punë. E burë si. Me telefoni s'ke punë. E burë si. Me telefoni s'ke punë. Ta njërë është ti suratit në, ke suratit të njërë është atë. Lojti të li. Ate kishe. Ma të gjumë? Hajtë, mame. Po i palosun, i shumë. Jo ju ti e shumë, i palosun aty të ndjeru për. Ka që ti u lajmërove, se shko pasar është të drejtë. Është pandim talësh. Të talësh mineti. Edhe ati i thosë të kam bu. Ta kishe një të i prekunë. Unë po të lajmërove. Jo, asë njeri unë do t'i prekunë. Do t'i palosun ato, po t'jetë për palosur tani. Të tëra t'i prekunë. Tani t'i dzerun këtu, tëra. Jo tani se të shumë. Pas unë edhe t'i masë atë, t'i shpira t'i jadë. Nuk kishtë të pikë tu limë, ta freshmen, do t'i prekunë mëj. Ke burime. Do t'i prekunë mëj. Po do t'i prekunë mëj. Se do vesh atje. Po ne drejt ti me krobat e mija. Pa ti mëj t'i prekunë. Sa? Ti prek mëj t'i iksh atje të marsh, pa djallë t'i iksh. Të dy. Po i prekunë mëj. Të dy, ja po ke bandit. Ta ju tash për në këto gjëra. Qërë fotime? Që shkëllavë të mos prek robatime? Se ku jemi, qari e time? Krobat e mija. Qari e ti mëj të mos i prek? Qari e? Të jam të mu. Jenë s'pine ti, Qari e? Nga ke bërë ke 2 vjetë, nga ke bërë shumë, nga ke tjellë për tallë. Qka të... Se sa ke djuar për atje. Për atje sa ke djuar. Ja dhe me vendimet ka bërë shumë. Ja dhe me i qëllim. I ke plak që ka këtu t'i ka nësun tëra. Pra regjia me njërë në basë videos parë që unë e lanqova dha me njëherë edhe videon e dytë, kuptohet qartë se qëfar pëndodhë brënda asaj familje, nuk e di në qofë se i zhvjerën e kam në lidhje të drejt për drejt telefonike. Besoj se i ke dëgjuar zotri dhe nuk jemi ne që shkatrojmë këto familje, por që mos shkatrojmë familjet jemi këtu për t'i thënë stop këti shkatrimi. Gjithsesi ky është mendimi juaj, unë ju falenderoj, mund të më vini në dispozicion çdo video. Nuk jepni do të drejtë emisioni juaj, ajo është një njeri që do të përfitojë çdo gjë. Ndoshta është kështu si thoni ju, ndoshta është edhe kështu. Jo këtu. Unë tha, ç'e fajtë në komisariat i tretë të pyesi për neve juve, që na ka shpen? Po të kishte shtetë dhe polici, gjëra do ishin më të mira në këtë vend, se nuk ka shtetë dhe nuk ka polici, atëherë jemi ne mediat që denonzojmë me zë dhe me figurë zotri. Besoj se dëgjuat zonjën resmie se si ka kërcënuar dhe çfarë gjuhë ka përdorur. Mos i jep prioritet kur ajo bën shpifje. Atëherë, nëse ajo ka bërë shpifje, edhe një herë mund ta padisni zonjën për shpifje, unë do vënë në dispozicion të Adelinës atë që tha vajza juaj. Na dërgo videot ku Adelina ka ushtruar dhunë ndaj jush. Vetëm kaq duam nga ju. Unë mbylla ju mohabet se u bën me gjykatë, ka puna mirë e bukur. Të falenderoj zotri.
Atëherë thuaj vajzës, stafi im të komunikoj me kunatën në numrin e zonjës Resmie në qoftë se do na vinë ato video deri sa të mbaroj ky emision, sepse duhet të jemi transparent. E mbyllim këtë telefonat, besoj se ka marrë stafi edhe porosin time. Adelina, çfarë po ndodh? Po akuzohesh në këtë studio që je ti shkaktarja e shkatrimit të asaj familjeje, që në 15 ditët e para, sipas vjerrit tënd, apo jo, ke deklaruar unë desha Tiranë, unë desha një burr dhe dua një fëmijë. Jo, të janë gënjeshtra, janë mashtrime. A ka video dhe pamje ku vërtetohet që je ti dhunuesja në atë familje? Nuk e di se çfarë kanë ato, sepse në të njëjtën kohë që unë rria tetor në punë, shkoja në shtëpi, ato do më hapnin shamatën, hapnin telefonat. Ke dhunuar ndonjëherë Adelina shpyetja ime? Urdhëra? Ke dhunuar ndonjëherë në atë familje? Jo, kur, si mund të dhunoj një nën? Aq më pak me një fëmijë të vogël. Mirë, unë do lançoj një tjetër hapësirë publicitare, po? E dhunuar ndjehem, po jo që të kem dhunuar kur. Unë shpresoj që këto video që pretendohet nga ana ish kunatës tuaj të më mbrinë në këtë studio. Gjithsesi, ne u akuzuam në mënyrë të drejtë për drejtë, po transparenca ndonjëherë ka edhe këtë lloj kosto. Jemi mësuar me të tilla kosto, jemi këtu për të folur se çfarë ka ndodhur brenda atyre 4 mureve dhe kush ka të drejtë. Ti sot je drejt një procesi divorci dhe nuk ka rëndësi se kush ka të drejtë apo kush nuk ka të drejtë. Por ai që të ka dhunuar ose nëse je ti dhunuesi atyre personave, gjithsecili duhet marrin dëshkimin. Prandaj jemi këtu, prandaj ju ballafaqojmë, prandaj jemi transparent. Se çfarë thot zotëria, a e shkatruam neve, kur 2 martesat e djalit të tij ishin të shkatruara, ne vetëm kërkojmë që mos dhunohet një grua nëse je ti dhe mos jesh ti dhunuesja atyre personave. Kaq kërkojmë ne në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Pak publicitet dhe rikthehemi një herë në studio. Atëherë, gjatë hapësirës publicitare janë vënë në dispozicion të gjitha dokumentat që ka ofruar vetë Adelina, janë zbuluar shumë të pavërteta, të paktën siç është mbrojtur ish vjerra, ish vjerri, ish kunata e Adelinës që kam të ftuar në këtë studio. Fillimisht në këto momente ja jap fjalën psikologes me ndoshta dhe aprovimin tënd avokat, po, më thuaj. Do të bëj dy pyetje sepse ai vjerri mbahet fort me një vendim gjykate. Që do të thotë? Që do të thotë që kjo ka kërkuar një urrëmbrojtje, ka shku disa herë në gjykatë. Pse je tërheq nga ky urrëmbrojtje? Jam tërhequr sepse më thanë qoftë se ditë ta marrësh atë urrëmbrojtje, ti duhet të largohesh më një herë nga aty. Ne s'kena ku të strehojmë për momentin, se jemi një fëmijë të smur. Dhe je detyruar që të flasësh. Avokat, kjo ishte serimi me dispozitat ligjore së fundmi, edhe nëse tërhiqet njëri prej partnerëve nga urdhri i mbrojtjes, vazhdon kryesisht. Jo, nuk ka shkuar. A nuk është paraqitur zonja dhe kjo e ka bërë që nuk duhet ta vazhdonte kryesisht gjykata. Ka pushuar, nuk ka paraqit. E pezulluan. Ma kërkuan që ne do ta pezullojmë dhe nuk ka paraqit. Çka do thotë që po të kishte qenë, e kishte kuptuar dhe gjykata një presion të tillë dhe gjykata nuk e pushon dhe jep vendim. Po sa gra e vajza të riqen nga urdhrat e mbrojtjes, nga kërcënimet që marrin? Po pse nuk vazhdon kryesisht? Nuk e ka. Në rastet kur referues është policia vazhdon, edhe nëse do të riqet. Po në rastin konkret pse s'ka vazhduar Klodi? Po e ka kërkesa e zonjës. Kërkimi ka qenë. Okej, ndaloj tek Almeda Xhaferi, tek psikologja jon klinike në lidhje me rastin, me ajo çfarë u dëgjua në këtë studio me pretendimet e palëve. Adelina përballë gjithë familjes së ish burrit. Çfarë po ndodh Almeda? Ke edhe një vlerësim psikologjik aty. Së pari më lejoni të them që shpesh herë ndeshemi në situata të rënda ku shkaki këtyre situatave është dhuna në marrëdhëniet familjare. Janë vendimet e vajzave të reja të cilat nga frika për mos të ngelur vetëm dhe nga frika që koha biologjike po ju kalon dhe nuk do kenë mundësi të bëhen nëna, marrin vendime të gabuara. Pranojnë të lidhin jetën me njerëz që praktikisht nuk i njohin në efektet e këtyre presioneve psikologjike, personale, po dhe sociale, që opinioni publik shpesher i bën një nëne, një gruaje që është rreth 30 e pak vjeç dhe ende nuk është bërë nën, e nxisin që të marrin vendime të gabuara dhe të lidhin martesa me persona që praktikisht nuk i njohin dhe kostoja është në të tilla raste po kaq e rëndë. Audioja që dëgjuam pak më parë e tregon qartazi dhunën dhe nivelin e dhunës psikologjike dhe fizike që ka përballuar nëna në praninë të një të miturit. Sado
sa do gabim të ketë një grua, nuk mund të gaboj bashkë me të gjithë sistemi familjar, familja duhet jetë mbështetës, nëse diçka nuk shkon me shiftit dhe është vjera dhe vjeri i pranishëm, duhet të shërbejnë si amortizus dhe zbutës të situatës dhe jo të kthehen praktikisht në dhunus, qoftë kjo e formës dhunës psikologjike, qoftë edhe të faktit ku nëna dëgjojmë që goditet nga video që kemi. Nëse pala tjetër mendojnë që duke thënë se zonja ka gabuar, nuk ka ndryshuar sjellje, e legjitimojnë dhe justifikojnë dhunën e tyre, më lejoni të them që rrethana të tilla janë absolutisht të papranueshme, të pashëndetshme për mirëritjen e fëmijës dhe vendimi më i mirë. Atëherë t'ja jap një përgjigje drejt për drejt sa familje që po na ndjek, sepse edhe ish burri i Adelinës kërkon të hyjë në lidhje të drejt për drejt telefonike. U akuzua, në mos të them, u bë një lloj presioni nga Adelina, por edhe nga Nesi Media, që zonja në studio nuk është e aftë mendërisht. Dhe këtu kam një vlerësim psikologjik të jashtëzakonshëm të një kolege tënde, ju lutem të mos e shfaqim emrin e psikologes, por unë do të citoj se çfarë thot ajo në lidhje me vlerësimin psikosocial të prindërve. Adelina ka planin që e kam të ftuar në këtë studio. Për shkrimi përgjithshëm, Adelina u tregua shumë korrekte në orare, e gatshme për të bashkëpunuar, për të realizuar këtë vlerësim. Shfaqe një komunikim shumë i mirë verbal dhe jo verbal, dhe aftësi të mira për dëgjuar. Adelina duket se si të kujdeset për veten nga mënyra e veshjes dhe paraqitjes së saj fizike. Ajo e flet e qetë, nuk shfaq simptoma ankthi gjatë bisedës, nuk e ngre zërin, i jep argumentet e saj dhe duket e qëndrueshme në bindjet dhe në vendimet e veta. Pra, çfarë hedh poshtë të gjitha pretendimet që u tha në këtë studio, që ajo nuk është mirë nga ana mendore. Dhe kjo është turpshme ta thuash kur kam këtë vlerësim psikologjik. Shpesh herë personat që vuajnë nga shëndeti mendor paragjykohen sepse ka konotacione negative në shoqërinë tonë, ku tiparet të vuajtjes së shëndetit mendor i atribuen në mënyrë të padrejtë personave që gëzojnë shëndet të plot, thjesht për të justifikuar ndoshta gabimet e sjelljes së tyre. Atëherë, një tjetër shënim i psikologës, ajo ka sens realiteti, është e përqendrueshëm, mjaftueshëm. Ka vëmendje ndaj situatës, shfaq nivel të kuptueshëm të lartë, percepton drejt nevojat e vetes dhe të fëmijëve, ka reagime pozitive brenda normave. Ajo nuk shfaq shenja agresiviteti apo personaliteti antisocial. Nuk është përdoruese e substancave psikoaktive. Ka një performancë pozitive, nuk shfaq probleme në marrëdhënie me të tjerët. Në këto momente nuk rezulton se ka ndonjë diagnozë dhe nga palët nuk është paraqitur ndonjë raport mjekësor i saj. Kështu që në të tilla kushte është fare e qartë dhe vërtetuar në mënyrë objektive që zonja gëzon një shëndet shumë të mirë mendor. Po ti mund t'japësh edhe një vlerësim tëndi, no? A je dakord me kolegen apo jo? Absolutisht, vajza zonja e ka kontaktin me realitetin më se të shëndosh, ka ekuilibrim emocional, është e kthjellët në procesin e të menduarit, tregon një lloj ndjeshmërie që është e justifikueshëm për një nënë në raport me gjendjen e djalit saj. Këto janë të gjithë elementë që na tregojnë që kemi. Është lehtësisht nga ky ballafaqim dhe nga kjo studio të kuptojmë se a ka qenë ajo e dhunuara apo ashtu siç ka pretenduar dhe pala tjetër është Adelina, e cila ka dhunuar pjesëtarët e tjerë të familjes dhe ka pasur një synim të qartë për krijimin e familjes së saj, që donte Tiranën, donte një fëmijë. Duhet të kuptojmë diçka, nëse pritshmëritë e zonjës në fjalë nuk kanë qenë në përputhje me pritshmërisë te familje, sepse i është dashur që jo vetëm t'i pëlqej bashkëshortit të saj, është bashkëshortit, po i është dashur që t'i pëlqej një herazi kunatës, vjerës edhe vjerit. Nuk është e lehtë që të përputhen dy kultura të ndryshme dhe pritshmëritë të dyja palëve. Nëse zonja ka patur dëshira për jetën e saj, ka dashur të jetë vendimarrëse në jetën e saj dhe kjo ka shkaktuar acarim nga pala tjetër se kanë dashur ndoshta një nuse të nështruar, të bindet, t'ju bëj kafe në çdo mëngjes, edhe kërkesat të tjera që mund të kenë patur, patjetër që këto mund të kenë qenë burime të konfliktit. Kemi parasysh që dhe zotëria në fjalë ish bashkëshorti vuan nga një diagnozë referuar raportit të vlerësimit psikologjik që është bërë, një diagnozë e shëndetit mendor, çka ndoshta e justifikon edhe varësinë emocionale dhe psikologjike që ai ka karshi familjarëve të vet dhe nuk po e merr dot ndoshta timonin e jetës tij për të marrë vendime, për të qenë vendimarrës në jetën e tij, por
gjithmonë nën trysnin dhe presionin e të tjerëve. Ndërsa në raport me djalin, gjendja që djali, diagnoza që djali ka, sigurisht ne dim që efekti i stresit e një nën shtatzan, të gjitha studimet sugjerojnë që lë pasoja në zhvillimin e fetusit dhe embrionit që në fazat e hershme të ngjizjes, ndonjëherë këto kanë pasoja të dukshme dhe në zhvillim të mirëfillt, ndonjëherë kanë dhe pasoja fizike. Megjithatë, kjo është një diagnozë që brenda 5 viteve të para të jetës ka një prognozë pozitive që kalon edhe vetvetim. Atëherë, për të treguar transparent, prandaj edhe pediatria ka kërkuar që zonja të marrë kohë dhe mos të vendosë për ndërhyrje. Për të treguar transparent, nga pala tjetër na është vënë në dispozicion një video. Audio besoj regjia, apo jo? Audio dhe kjo. Se palët pas kanë përgjuar njëri tjetër në këtë familje. Po pra. E frikshme, që të përgjohen palët në një bashkëjetesë të tillë, ku protagonistë është Adelina, e cila ka një komunikim me të shoqin. E ndjekim këtë audio, se çfarë kanë dashur të thonë këto me këtë audio, dhe e komentojmë pikërisht me të ftuarit. E ndjekim. Atëherë kemi pas zë, ju lutem regjia. Nino! Allo. Ku je? Sa ke qëtërit, maj? E të në shpiri. A pa ta për shumë punën për ditë se huma i se të milet. A kërkove urdhën mbrojtje? Kush ka për të dhënë? Ka për të dhënë, po ma i Bleda është mas. Kush ka për të rasmin të? Po s'keme me njerëzit. Kush ka për të rasmin të? Ti do të arritësh, se ti kërkove urdhën mbrojtje. Më qipë shmanën. Mirë, në rregull. Shmanën. Në rregull. Rejdi për të motrën, rejdi për halët motrën. Në rregull. Mirë. Më qipë shmanën. Atëherë, duket një komunikim i qartë midis dy ish-partnerëve në këtë kohë, që janë divorcuar nga bashkëshorti, ku i kërkon pikërisht para, dhe ai të kujdeset për të djalin që ti këtë punon që tritet djali. Po, dhe zotria në fakt që në këtë që thotë pse ke kërkuar urdhën mbrojtje. Po, dhe hikën e flenë të ndrurët, të motrat. Po, megjithatë ky komunikim nuk ishte korrekt. Duhet jem transparente edhe me ata që më ndjeken. Po. Nuk ishte korrekt. Fjalori i përdorur, ju lutem, fjalori i përdorur. Shëndsi ka fjalori. Tash një person që ti mund ta dhunosh, është më pak që mund të kthej një fjalë të saj natyrë, mund të ishte edhe më rënd. Ai mund të dënohej me burgaj. Okej. Mirë, avokate, e morë fjalën. Falenderoj Almeid, po e gjeta pak minuta, do të ta jap me një herë fjalën. Ndoshta i kuptova dy kolegët, Klodin edhe zotin Due, që me sa duket që kanë provuar. Jo, se e shikoj, sigurisht po. Se shikoj, duket që është diçka e stisur, edhe sigurisht është ndër jashtë kontekstit biseda. Dhe nuk e dim cili ka qenë vimësia e bisedës, se ka pas bisedat të më përpashme apo bisedat të më passhme. Për të rritë kuptuar se cila është marrëdhënia midis dy palë në konflikt dhe cili është niveli i sjellësisë së cilit. Ajo që vlerësoj unë është që jemi në kufit e një sjellje kriminale këtu, e dhunës në familje. Ajo goditje që dëgjohet në videon e parë nuk e di, më është goditje është përplasje duar. Përplasje duar është ato. Pra ne thamë jemi në kufit e sjelljes kriminale. Pse them këtë? Sepse fatmirësisht kodi penal i ka dhënë një kuptim shumë gjerë dhunës në familje, duke thënë cënimin e çdo lloji integriteti. Pra edhe integritetin emocional për punë në familje. Tani, a jemi para këtyre kushte apo jo? A ka sjellje kriminale ndaj kësaj apo jo? Është çështje e cila duhet pa pak në analizë dhe me pas çfarë provash ka, sepse mund të jemi para rastit që duhet bërë dhe një kallëzim penal për këtë punë. Kështu që nuk ka nevojë për shumë koment të marrëdhënie që kanë palët në disë, sepse konflikti është i hapur, por ajo që duhet diu nga Adelina është që çfarë marrëdhënie kanë ish vjerrit tuaj me fëmijët e burrit nga martesa e parë. A mund të më thosh të? Çfarë marrëdhënie kanë? A i takojnë, a si takojnë, a shkojnë, a vinë? Duke qenë se jemi tek martesa e parë, lidhja telefonike me vajzën e madhe të këtij zotërisë. Dhe ndërkohë stafit më komunikojnë në kufje se ka zhvillime të reja të emisionit të sotëm, vinë vazhdimisht video të cilat nuk e di dhe nuk kam asnjë lloj informacioni. Në qoftë se ma jepni informacioni në kufje, ma jepni të saktë. Dalim tek vajza e madhe, tek kjo telefonat, ndërkohë përgjigju Klodit për pyetjen që të bëri Adelin. Çfarë marrëdhëniesh kanë? Më përpara... Jo, aktualisht. Aktualisht, jo shumë të mira. Jo shumë...
Kur thua jo shumë mirë, ku ti referohesh? Pra nuk i marrin, nuk i afrojnë, nuk i ofrojnë dashurinë e gjyshërve. Këto i afrojnë, po sepse vajza madhe erdhi rrëfeu gjithçka që ka ndodhur në atë familje me ato fëmijë. Vajza madhe ish bashkëshortit, dhe aty prishën çdo marrëdhënie, çdo gjë. Sa të më vi telefonata që ju lutem shpejt stafit tim të gazetareve të krijojmë këtë telefonat, dua mendimin e zotit Ndue. Atëna duhet të ndaloshet e urdhri i mbrojtjes, sepse urdhri i mbrojtjes në bazë neni 300 nuk mund të vazhdojnë gjykata, por i jep të drejtën të kërkojnë përsëri sa herë donë. I ka parashiku ligji këto. Tani unë jam në një pikë që duke fillu nga fillimi dhe deri në fund, nga tendencat për të heqë fëmin, nga veprimet që kanë bërë me mjekt, pra jemi para një vepre penale që kjo i linë e drejta të bëjnë një kallëzim penal për vjehrin, për kunatën, për nanën, për t'i dërgu para organeve drejtësisë, edhe mjek nëse rezulton ajo që thot kjo. Pra, çfarë do thot që edhe dëmtimi i fëmijës është e kapje shumë bukur, për mu ka ardhur si rezultat i injeksionit të gjylpanave të veprimeve të kryera me dashje në moshën 6 mujore që nuk lejohet aborti. Dhe për të bënë një kallëzim penal, kjo ka që nesër këtë rrugë të hapun, duke përfshi edhe mjek, duke përfshi gjithë ata që kanë bënë gjylpana ose veprime gjatë kohës. Kjo pjesa zonja ka qenë edhe në një shtatzani, në një moshë që amiocenteza është e këshillueshme, kur gruaja është mbi 34 vjeç dhe ka shtatzanin e parë. Asë mjeku familjes që e referoj tek mjeku. Nëse ka patur dyshime dhe i është këshilluar nga mjeku për ta bërë amiocentezën, le mos të kapemi këtu sepse ka gjëra që nuk i njohim ndoshta. Nëse ekzistojnë këto gjëra dhe vetë smunja mund të kenë ardhur këtu, nëse vërtetohet nga ekspert ligjor, ata janë për vepër penale. Lidhun tani me situatën gjithë, janë gjithë fajshëm. Për mu janë gjithë fajshëm. Gjithë kanë ato emocionet e veta, kanë problemet e veta, janë me tjetrin, edhe kjo ka të vetat, edhe sepse martu në një moshë të madhe, kjo kur thot kam nej 8 vjet i dashur me dikën dhe jam taku i herë, pra më duket absurde dhe me të vërtet krijohet një dyshim vetvete që ti 8 vjet i dashuru me dikën dhe takosh një herë, është mungesë diçka. Atëre, avokat, në fakt kemi dashur që vajzën e madhe të zotrisë është 21 vjeçe, kemi telefonuar. Nuk ka pranuar të bëhet pjesë e emisionit duke justifikuar që është në punë në këto momente. Në punë është. Por që ta thoshte një vlerësim të saj për babain, por edhe për rolin tënd në atë familje, ajo mund ta jepte shumë mirë, është tërhequr, më vjen keq. Por unë dua të shfaqem një video që ka mbritur nga pala tjetër. Ju pas keni përgjuar në të njëjtën kohë njëri tjetrin. Atë bënin ato. Kësaj radhe është me pamje. Kësaj radhe është me pamje. I shfaqem regjia dhe më pas të marrë... Po, jo, do shfaqet sepse përderisa e sjell pala tjetër. Tani, e sjell pala tjetër, si, nuk do të regojmë transparente unë? Koha, ashtë para, mas duhet ta pyesim. Tani, le ta shikojmë videon dhe pastaj e vendosim. E japim, e shfaqim. Ajo zonja që ka marrë para në një orë të ju, banen e rrugën do në bosë kandidat. Që po e rahin, sa më shpit keni të shpia. Në të shpia, po kjo s'ka shpit, po e ka shpit. Probleme me familjen e burit me të gjithë. Në fakt, na është dërguar kjo video me pretendimin për të parë shqetësimin dhe çekuilibrimin emocional dhe psikologjik të zonjës. Ajo shfaqet me një fëmijë të vogël në krah me djalin e saj. Është e kuptueshme që një zonjë lehon dhe në atë kohë të kalojë edhe atë depresionin postpartum për cilin kemi folur shumë në këtë studio. E falenderoj regjin sepse është shfaqur kjo video për publikun në fakt e sfumuar për shkak të fytyrës së fëmijës që shfaqet. Ne kemi parë se si nëna i
mbijeton të ngrindjes së fëmijës, ndërkohë që bënte një telefonat në ashton që duket e acaruar, por nuk ka qenë as pak e acaruar, dhe shikonin pjesëtarët e tjerë të familjes, këmbët mbi tavolinë dhe askush nuk e ndihmonte këtë nën të re. Ndërkohë, ne në studio, prandaj e falenderoj regjin, e kemi parë të qartë, jo ashtu siç është shfaqur për teleshikuesin, pat në një gjë të jashtëzakonshme. Krejtësisht ishte dërgotë një familje, burri rrinë e kam përpjet, gruaja... Ne shikojmë këtu një moment qetësie, ku zonja telefonon organet kompetente dhe kërkon ndihmë, po ne nuk kemi pamjen përpara çfarë ka ndodhur, pse zonja po e bën këtë telefonat dhe pse kërkon këtë ndihmë. Po i qetë ishte në atë telefonat. Zonja ishte i qetë. Një orë diçka. Zonja vetë ishte i qetë në fakt, po ne nuk dim çfarë provokimi ka marrë para se të bënte telefonatën dhe të kërkonte ndihmë. Pa jo thjesht me fëmijën dhe telefonatën po bënte. Fëmijën bie edhe më dendore se lëshonte se ndërkohë pam edhe këmbët dhe fëmijën në tokë dhe dilte për jashtë. Megjithatë, atëherë ishin veprime nga të gjitha audiot edhe videot, ju them të drejtën, kërcënimet që zonja ka marrë në pranit fëmijës nga vjera, mënyra e komunikimit, dhuna verbale dhe psikologjike që ajo ka ndeshur vazhdimisht nuk justifikohen me asnjë lloj argumenti për të mbrojtur vetëm para Jam në fund një mendim të avokatit, çfarë sugjeron për të bërë dhe më pas Flodi? Jam në fund avokat, madje kam marrë shumë minuta sot. Se duhet një menim jemi normal, njerëzit duhet martohen në kohën e duhur, jo në kohën e paduhur. Faleminderit avokat Flodi. Çfarë duhet bërë? Për rastin, se di, ndoshta ka element për të bërë kallëzim penal, unë kështu e ka element. Ka element. I falenderoj të gjithë të ftuarit e Adelin, të falenderoj, ndoshta mund të kemi dhe emisione të tjera bashkë, nëse do të vinë prova dhe fakte të tjera, për sa i përket atij ferri të vërtet që ti ke kaluar. Deri më sot, në kohë reale, familja e ish bashortit tënd nuk është se solli ndonjë gjë që vërtetonte fjalët e thëna, kam një vlerësim psikologjik ku ti je e aftë emocionalisht, psikologjikisht. Të gjitha akuzat e tyre ran poshtë, të paktën në këtë emision, unë ftoj këtë familje të vinë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe të përballen me Adelinën. E mbyllim këtu, të nderuar miq, duke falenderuar të gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24, por dhe ata që na kanë ndjekur në live stream Balkan Web. Ndërkohë na kanë ndjekur edhe live në Radio News 24. Në kohë rekord ju keni ndjekur edhe rrjetet tona sociale duke dhënë mendimet dhe opinionet tuaja në Instagram dhe në Facebook. Ju mund të bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. Çdo ditë do falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online për pasqyrimin që i bëjnë emisionit Me Zemër të Hapur ditë pas dite. Ndërkohë këtë emision e gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni Me Zemër të Hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.